Mirëmëngjesi, sot ju themi nga prekazi I Jasharajve, po e quaj kështu, me që sot edhe është epopeja e UÇK-s, edhe sot kemi ardhur asnjëherë në fakt nuk mund të ketë se sa kjo kohë, këto ditë që janë 5, 6 dhe 7 marsi vizita këtu në prekaz, dhe duket që dhe ashtu po ndodhet sot dhe janë në fakt mysafir të vegjël ata që kanë ardhur për vizitë, por që bashk do të vim edhe ne në fakt, vetëm se do të realizojmë këtu një intervistë me Bekim Shrytin, komandant që ka qenë komandanti I njësisë speciale operative të UÇK-s, pra brigadën 142. Nga zona operative e Shalës. Po, e Shalës edhe Shalës së Bajgorës. Edhe faleminderit shumë edhe një herë, për mua shumë privilegj që sot me qenë këtu në prekaz edhe me bo bashkë këtë intervistë. Faleminderit shumë për ftesën. Sigurisht që tash 28 vite sot po ndodhin nga rasti që ka ndodhur në familjen Jasharaj dhe po e tregoj tash të ndjesinë sepse sot po vija nga kryeqyteti I Prishtinës me një ndërtim, domethënë rrugë 4 kursik nga kryeqyteti deri te lagja Jasharaj, që dallimet janë të mëdha dhe sigurisht që këto ndryshime edhe këto dallime vijnë nga një sakrificë e madhe, nga një gjak I derën dhe për koincident disa rretulime dhe udhkryqe po shifja flamuj majica të ndryshme, flamuri I kombëtar, flamuri I UÇK-s dhe tani më është edhe ky flamuri I ri që liria ka emër, po nëse liria ka emër fillon nga Pestova, ku është vrarë Zahir Paezit, Edmond Hoxha, Hakif Zejnullahu, liria fillon nga këtu, nga familja Jasharaj dhe jo vetëm familja Jasharaj, po lagja Jasharaj, sepse këtu është një lagje e tërë që kanë qenë domethënë në mbështetje të shpresës dhe këtu u ngjall shpresa e shqiptarëve. Prandaj edhe e thash nga prekazi Jasharajve, po ju themi sot mirëmëngjes I krejt atyre që janë bashkë me ne. Unë e përmend edhe vetë në fakt që ka ke ardhur dhe I ke pa edhe krejt zhvillimin që është bërë sot. Fotografitë e para të Jasharajve që kemi pa edhe se qysh kanë dalë, janë ba prej teje. Por sot kur kthehesh pas 28 vitesh, para se të shkojmë tek fotografitë, na po shumë gjenerata të reja, breza të rinj që sot jetojnë lirshëm edhe vinë edhe mësojnë historinë edhe nga afër. Qysh po e sheh ose qysh po e vlerëson krejt kë? Po, për ata deshta me përfundu që kur e thash që liria ka emër nga këtu. Liria ka emër edhe sot nga Haga që ata njerëz po e mbrojnë kauzën e së drejtës, kauzën që është bërë një luftë e madhe. Liria ka emër edhe në Glogjan, kur është vrarë Luani, ku kanë dhënë kontribut të madh njerëz që janë edhe sot gjallë dhe gjithë ato familje dëshmorëve deri te gjaku I njohur me Adnan Shrytit, familjarit tem, dhe të gjithë atyre nanave që sot nanat e tyne, edhe pse kanë mall për fëmijët e tyne, njihen shumë krenar sepse të tjerët po jetojnë në të lirë në sakrificën dhe luftën e tyre. Është shumë interesant nëse ju kujtohet një deklaratë e një prej kryeministra po më dridhen kom, po them sinqerisht që sot po më dridhen kom, s'ka rëndësi të autoriteti im, po kur flet para kësaj familje dhe kthehen 28 vite mrapa, unë e kujtoj atë pjesë sa me krenari që ju mundu me bo diçka, po dhimbja e madhe me ato që kum pa me sytë e mi. Dhe ato që ka për shkak se unë vija nga një vend sikur që është Gjeneva, nuk kisha mundësi mi pranu një diçka tillë që ka po shoh me sytë e mi. Dhe thash, unë nuk kam e dek pa dalë të fotografi mi pa këtë bota. Ju e dini shumë mirë që në atë kohë humbën shpresat e shumicës nga shqiptarët. Pa keq kuptime, po du me thonë kështu me gojë plot që u dorëzun edhe shqiptarët. Ja po bo me Serbi, ja po ikun për Kosovë. Rasti këtyre familjeve që përmena, nga Zahiri, nga familja Jashari, nga familja Haradinaj, e krejt këtu familjet mëdhaja në sakrificën e tyre, luftën e tyre, e ngjallën një pikë shpresë të shqiptarë që halo pas ka I mëtë, halo pas ka shpresë që na me rikthy identitetin tonë, sepse jemi në vend tonë, dem baba dem. Dhe kjo ndodhi, sot kur I shef këta fëmijë që vinë këtu, me plot entuziazëm. Këta nuk e kanë përjetuar luftën. Dhash Zoti që asnjëherë mos të përfundojnë luftën. Po ky gjak që u derdh nuk shkoi poshtë. Domethënë sakrifica e familjes Jasharaj. Adem Jashari si mit, për shkak se në shumicën e rasteve për shembull mitet krijohen gjenerat pas gjenerate, viko pas kohë. Adem Jashari u vras sot dhe nesër u bë mit dhe nga I mit u bë UÇK-ja në aleancë me NATO-n dhe ne u shlirum sot. Edhe sot jemi këtu, jemi të lirë, po flasim prekazin e lirë edhe me më shumë po them vizitor prapë si asnjëherë tjetër. Ka qenë e vështirë për ty që në atë kohë me I bo që ato fotografi, që me I pa na dhe me ja dëshmu botës se çka ndodhi në Kosovë, çka ndodhi në prekaz?
nuk është më rëndësi procedura se sa ka qenë vështirë, çka është më rëndësi mesazhet që ato u zhvillun këtu në lagje, edhe çka është më rëndësi kur gjithë shqiptarët shkonin në kryeshnosh në Gjermani të familja Jashari, ku ishte Bacarifat me gjithë familjen. Dul një djalë i ri, nuk është më rëndësi këtu kush është Bekimi, Hasani, Hyseni, po dul një djalë i ri dhe tha që para shtëpisë sahitit e Musi Jasharit i kun pa me sytë mishkjet e vranë. Dhe ju kthyn në një farë mënyre që këtu nuk ka vetëm nga familja ime të vrane, po nga edhe sepse ato është bo luftë, është bo sakrificë, ka të vranë, domethënë nga kthehet ajo krenaria shpirtërore. Kështu që në këtë rast duhet të falenderojmë për guximin e madh, për edukimin e madh që ka bërë domethënë familja Jashari brez pas brezi, sepse kjo familje edhe sot ditë me deklaratën e Murat Jasharit që familja jon nuk mundet me qenë e juaj ose ati, familja jon është e popullit shqiptar. Dhe të dhash Zoti që edhe Basa Shaban i ri, edhe Hamza Ademi i ri, ta trashëgojnë historinë e pararzëve të vet dhe ne të krenohemi gjithë jetën me këtë familje që vetë Evropa e ka quajt familje emblematike gjithë botën. Po du e përmende pak a shumë edhe Gjermaninë dhe Bacarifat edhe krejt familjen Jashari kur kanë qenë atje. Qysh ka ndodhur edhe kthimi i tyre, domethënë mes që e kemi pa edhe janë edhe video kur kthehen domethënë për herë të parë prej kas, po që je edhe ti personalisht domethënë në ato. Qysh nëse mundesh me na rrëfy pak prej krejt asaj çka e keni jetuar atëherë? Neve morëm informata që po vjen familja Jashari, që ishin Tiranë, nga Tirana, edhe u bashkuam në shtabin e zonës operative të Drenicës, ku isha unë bashkë me komandantin e zonës time Raman Ramen dhe shumë general të zonave të Kosovës, ishin ndjenjat përzime. Duhet ta kuptojmë domethënë pavarësisht ndjenjes madhe si ushtarak, si uniform, dhimbja ishte e madhe për këtë familje. Disa prej tyre nuk i kishim taku familjen që ti shprehë ngushëllime, tash kishin kaluar disa vite, edhe secili hezitonte ta merrte atë guximin se si e qka, unë kam qenë moshën shumë të trenat, ku 24 vjeç, dhe në momentin që kanë ardhë, tash du mi pranu sepse është normal edhe është domethënë njerëzore, një pjesë e madhe jemi mallëngjy, kur e kemi pa Bacarifat, Ulen, Bekimin, e gjithë këta, edhe ajo në kësheritën e kujtime asnjëherë nuk shlyhet. Nga ato kemi vendosur bashkë me familjen Bacarifat i pari, edhe bashkë me gjithë ata ushtarët uniformuar, rresht për 4 nga ajo kazermë, kemi ardhë në lagjen Jasharaj dhe dhash Zoti që gjithë herë të vim kështu në kujtim të sakrificës dhe mos ta harrojmë sakrificën që është bërë për këtë vend, sepse ky vend u shliru me dëmendje, me djerse, me gjak e bashkë me alat tonë, me NATO. Nuk u shliru domethënë nuk na ka sill Baba Dimri. Jo, edhe është bo shumë në fakt edhe a mendon që po ndalim prapë të prekazi, jemi të po gjenerata treja, po a mendon që e kemi harru ose jo krejta që na ka ndodhur, domethënë po mendoj luftën më saktësisht. A e kemi harru apo prapë po themin ato që ja vlen me shku me u vizitu Prekazi, ja vlen me shku me u vizitu Gloggjani, e shumë komplekse të tjera, Reçaku, shumë komplekse të tjera aty ku kanë dhënë jetën shumë dëshmor pra që kanë luftu për krejt këto që po e gëzojmë sot. Nganjëherë edhe vetë familjet e dëshmorëve ndjen të frustruar dhe i kemi ndëgjuar domethënë komunikimet e tyre. Por ata kanë luftuar për liri. Liria sot është këta djemë edhe vajzat të klasave nga klasa e pare parashkollor që vinë e dëshmojnë që nuk po harrohet lufta. Domethënë këta po e vazhdojnë me respektu vlerat dhe sakrificat që janë bërë për këtë vend. Por që tash na kemi të bojna me një Serbi që na ka mbajtur një 200 vjet dhe nuk mundën ata mbrana ditës me na harru, e bojnë goxha shumë propaganda që lufta po harrohet e s'po harrohet. Kur s'ka harru këtë luftë? Kjo luftë është zhvilluar domethënë me mend, e djers, e gjak, edhe asnjëherë nuk ka harru edhe asnjëherë nuk kemi nështruar. Shqyrë Zoti që sot kemi botën demokratike, kemi NATO-n, dhash Zoti që edhe Kosova shumë shpejt të hyjë ushtria e Kosovës në NATO, atëherë flajmë paqizmet. Derisa në Kosova edhe ushtria e Kosovës nuk është NATO, e kemi një çik rezervë. Duhet me flet me qizme, a? Po. Sigurisht që po, për shkak se ti je i rrethuar i vetmi vend botësh në Shqipëria që rrethohet me vetveten, gjithandaj ka shqiptarë. Dhe ne Kosova i kemi armiqt shumë të këqij dhe na duhet
pa tjetër që t'jemi të kujdesshëm në këtë pikën e sigurisë. Ama po du me ndalë edhe tek pjesa që kur je bashkan zgjitu që kësë ke qenë edhe në moshë shumë drejt, edhe e ke lënë jetën, Zvicrën, familjen, gjithçka, edhe pa hezitim ke vendosur që me u përfshi në UÇK, edhe në ato se çka po ndodh në vendin tonë, qysh edhe e përmend edhe vetë. Pak vlerë ka vendimim në atë moshë që kam vendosur me armë me vdik për këtë vend, sa ka vlerë dhe me thonë lagja jashare që kanë thonë 60 antarë të familjes me na i qelë sytë neve që këto nuk janë UÇK as loj serbe, as nuk janë terrorista, as nuk janë kriminela, as nuk janë shpiuna, po këta janë djemtë dhe vajzat e këtij populli që kanë vendosur me vdik për këtë vend. Kështu që pak ka rëndësi ajo vlera se sa ka vendosur Bekimi, çka ka vendosur Bekimi, kur këta kanë vendosur, sepse nëse këta e kanë dhënë gjithë familjen si lagje për me na i qelë sytë neve, na s'kem pas më me dyshje. Veç thjesht është bo. E keni marrë hapin. Me automatizëm. Dhe me thonë, momentin që unë i kom fotografu në djespasin gjitha ato ku foma ato, që kanë qenë grupë moshat ndryshme nga një fëmijë në 7-8 muaj deri te një e moshuar 90 vjet, ato mo definitivisht në shpirtin tem nuk ka pas kur gjë, jo veç hakmarrje, po edhe liri. Edhe me këto pamje të këtyre gjeneratave të reja, të brezave të rinj që sot vinë dhe e jetojnë nga afër ndjenjën e lirisë pavarësisë në prekazin e jashareve, ne ju themi faleminderit që ishit këtu me ne, edhe gëzuar epopen, edhe gëzuar vetëm për ditë mira. Ja, pra, ishim me storin e Blerinës nga Prekazi dhe një intervistë me ish komandantin e njësisë speciale të ushtrisë qëndimtare të Kosovës, zotin Bekim Shytin, të cilën e falenderojmë për prononcimin dhe nëse përcollat padyshim si ai kemi asnjë presje dhe lavdi edhe njëherë dëshmorëve, lavdi trimave edhe të gjithëve qytetarëve epopejnë ushtrisë qëndimtare të Kosovës. Sot dita e dytë, falenderojmë edhe Blerinën.